الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, për ti fale, udhëzime kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlit të nderuar të pranishëm, kjo është xumaja e parë e muaj të begat të Ramazanit, ku e lusim Allahun subhanahu wa taala që ditët që i kaluam Allahu t'i ketë bë qabul për neve, e ditët që na kanë mbet të Ramazanit Allahu t'na lehtëson agjërimin, na i lehtëson adhurimet, na i lehtëson pastrimet tona për gjunaheve tona. Natyrshëm se të gjitha temat dhe të gjitha interesat dhe të gjitha brengat dhe shqetësimet e muslimanit në Ramazan është se si të shfrytëzohet dhe të shtrydhet në maksimum përfitimi prej muajit të begat të Ramazanit. Andaj do ndalemi me lejnë Allahu te bareke ve teala me disa ajete kuranore, të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka bërë sqarim për njerëzimin dhe sqarim për besimtarët në mënyrë të veçantë se si agjërimi duhet të jep efektin e vet, rolin e vet, dhe të ndihet se një njeri është agjërueshëm. Andaj Zoti jon te bareke ve teala e ka përmbyll objektivin e agjërimit duke thënë në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Zoti jon te bareke ve teala: o ju të cilët keni besuar, u është obliguar të agjëroni. Obligim e kanë pasë edhe ata të cilët kanë qenë para jush, në mënyrë e kjo la'allekum, ndoshta ju arrini takvallokun, devotshmërinë. Ne e përdorim devotshmëri, por ndryshe kemi shpjeguar se takvalloku është një shkallë e cila është përtej asaj çka e jep të kuptohet koncepti devotshmëri. Po këtë arsye, çfarë është devotshmëria dhe çfarë është takvalloku? Është efekti i agjërimit, është qëllimi i agjërimit, është arritja e agjërimit. E ne, si cili për neve ka kaluar shumë Ramazane, edhe shumë agjërime, edhe shumë bajrame, mirë po, a i kemi gëzuna efektet e agjërimit, a i kemi gëzuna frytet e agjërimit, a kemi dal agjërueshëm të falur prej gjunaheve, sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ai i cili agjeron Ramazanin i falën të gjitha gjunahet. Edhe kjo shprehje nuk është përdor pos për haxhit. Kur njeriu shkon në haxh, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe nuk bën mëkat, dhe nuk shtyhet me njerëz, dhe nuk flet fjalë që nuk i përkasin që të flet, atëherë del sikur që e ka lind nana pa gjunahe. Allah na mëson haxh dhe umra ya rabbal alamin. Dhe e njëjta shprehje është përdor për agjëruesin nëse ai del prej agjërimit pa u shty, pa bo telashe, pa e prish agjërimin me rrena, me ignoranca, me gjëra të liga. Për këtë arsye, njeriu duhet në agjërimin e tij njëkohësisht ta matë edhe çfarë? A është duke e nxjerr frytin? A jemi duke agjëruar me fryt? A jemi sikur që përmend në ligjëratën e kaluar? A i bie ti se kur je agjërueshëm, je njeri më i mirë se sa kur nuk je agjërueshëm? A i bie ti se për shembull sikur që e përmendëm kur fal namaz, je më i mirë se sa kur s'e fal namaz? E kështu me radhë. Për këtë arsye të nderuar xhamarlidët, shohim se agjërimi patjetër është me e shtu tek neve çfarë? Efektin. Me na bë më të mirë. Sikur kur ja shlon diçka jezanin, kur ja rrit efektin, kur ja shton cilësinë, krejto duhet na i bën neve agjërimi. E si e arrijna këta? Gjëja e parë. Gjëja e parë është se ta shohim me çat me të cilën e kemi kuptuar agjërimin, me çata edhe duhet me e rrit cilësinë. Si e kemi arrit na me kuptuar që duhet me agjërua? Nëpërmjet e ilmit.
nëpërmjet ilmit, që ti sot je agjërushëm, nuk të ka prum këtë situatë që ti je agjërushëm dhe se është Ramazan dhe fal taravi dhe nhan hiftar dhe kitë këto që i bën ti prej obligimeve dhe gjërave që kanë bënë me agjërimin, ti ka mri dia. Me ilmi ki bo, e ke dëgju ilmin, e ke dëgju Kur'anin. Por këtë arsye të ndëruar xhamarli, nëse njeriu e dëgjon ilmin në çdo rast, i merr këta efektet e plota. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala gjën më të rëndësishme në Kur'an, cilën e ka bën nga është vetë Kur'ani, ilmi, dia. Çu shu bandëm në agjërushëm, e kuptove me dije se duhet me agjëru dhe agjërove. A e kuptove me dije edhe se nuk duhet me rrejt edhe mos me rrejt. A e kuptove me dije se gibeti është ndalum dhe nuk duhet me e bohe. A e kuptove me dije se kamata është ndalume dhe nuk ban me e bohe. Nga se ajo që ka të bani ti agjërushëm është dija. E në këtë rast, nëse nuk e shfrytëzon njëjtën edhe për gjërat të tjera, atëherë efekti agjërimit zbehet shumë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit çështjen e dijes lart, çështjen e Kur'anit lart, sepse na me çiket Kur'an jemi bë agjërushëm. Supozoje ti nuk e ki ditë se ka agjërim, çu do ta agjëronim? Kush do ta dinte pa Kur'an, pa ardh dia se ne duhet me uçun si fir, e duhet me agjëru, e duhet me hangër prej kësaj kohe derisa këtoj mos me hangër buk, e duhet me fal taravi, e duhet me lexu Kur'an, kush e kish ditë? Për këtë arsye shiko sa është më rëndësi dia. Andaj sa më shumë dritarë që i hap vetes për me ditë, aq më shumë ja shton cilësinë veprave të mira. Dhe aq më shumë kanë me dhënë efekt çfarë? Kanë me dhënë efekt të ti cilësitë e mira. Për ndryshe, nëse ne e cungojmë ilmin, marrim diçka dhe lajm diçka, atëherë nuk ka mundësi na me realizue qëllimet të cilat i don Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye i thot Allahu te bareke ve teala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Dije, kuptoje, mësoje se nuk ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut xhelle xhelalu. Dije, kujt i ka thonë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dije. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ulemat janë troshëgjimtar të pejgamberëve për cilën atë çka e kanë ditë pejgamberët. Për këtë arsye, sa më afër dritës dijes, aq më shumë reflekton të na çka do të më përmirësue. Shpesh njerëzit thonë s'po ka efekt agjërimi, s'po ka efekt Ramazani. Pse? Se rrim larg dijes, larg pasqyrës. Wallahi një njeri për shembull, nëse vazhdimisht e ke nxjerr veten para pasqyrës, apo nuk ka mundësi mos mi pat metat e veta. Ja njerëz del para pasqyrës, ja pasqyria e përlyme, e ndrysht, e nuk janë nxjerr. Ja kjo i verbur. S'ka mundësi një njeri për shembull, më përli, edhe më përlom, edhe ky me dal pasqyre, si ti punojnë, pasqyria e pastër, edhe ky mos me ek të metën e vet. Ti kur del para pasqyre, edhe e sheh që tu një grimz vogël të llomit, çka ban? E hek. I hek edhe piteshave i hek. Se nuk do mu duk i përllomt, nuk do mu duk i njollost. Andaj ti çdo ditë kur del apo këshyrësh pak pasqyre, a ka do një llom apo për çfarë e ban këta? S'ki qef mu duk keq, s'ki qef mu duk bajat, apo me mbetje, me mangësira. E mirë, shpirtin ku e nxjerrna? E nxjerrna para ilmit. E ilmi o pasqyria. E kjo pasqyre, sa më afër, sa më e qartë që del, ti veç fillon me e pa, që do e pasanit met, që do e pa në gabim. Andaj, ilmi është ai cili çfarë? I jep efekt adhurimit. Du të me ditë besimtari, nuk i takon besimtarit më konë ignorant. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ju jeni agjërushëm, e dikush për juve sillet në mënyrë ignorante. Pra, çka i bie kjo kur dikush e lufton dhe sillet në mënyrë ignorante? Se agjëruesi është i dijshëm. Çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, falyaqul inni sa'im. Le ti thot un jam agjërueshëm. Çka i bie le ti thot un jam agjërueshëm? Ti e keni ilm shtesë, ti e keni dije shtesë. Unë nuk rokna me tyje, unë nuk bin nivel me tyje, më ka ngrit e ilmi. Ti agjërushëm që i bije se ti di ma shumë se a i shka sa gjëron. Qka dalon mes ati qka agjëron dhe ati qka sa gjëron? Ti e din se Allah e ka obligu agjërimin dhe e ka agjërua. E a i shka sa gjëron? Mirë, mënyrë teorike me veta qka sa gjëron. Pse s'pa agjëron?
Pse sa agjeron? A i ka mundësi si formulim, mune me ta Ramazan, ama i s'ka mri me ilm deri në atë pasqyrë, deri atë nivel me e pa që kjo është obligim për Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj çështja e parë, hapi i parë është besimtari pi Ramazanit duhet me dalë më i dijshëm. Nuk mund me të kalu Ramazan atë rutinë. Jo, këtë Ramazan pa tjetër me mësu diçka tjetër pi ati Ramazan që ka kalue. Çdo Ramazan ti duhet me dalë më i dijshëm se tjetri. Për ndryshe, efekti i lënjes hajës dhe pijës dhe marrëdhënieve dhe gjërave halal që i lënë në Ramazan s'ka kuptim. Andaj gjëja e parë është të shtojmë me ilmin, ta shtojmë dijen, si jetuan pejgamberët, çfarë bën pejgamberët, kush janë pejgamberët, kush është Zoti, çfarë emra ka Zoti, çfarë cilësi ka Zoti, çka kërkon Zoti pi mua. Dush me lidh këtë raport, dush me pas dije. Apo shikoj njëri kur hemen i punë. Sa më e nalë që jo puna, kushtet matrana janë. Sa më e nalë që jo puna, kushtet matrana janë, lip ma shumë dije, ma shumë shkollë. Andaj, sa më nalët që është veprimtaria, aq më shumë edhe kushtohen testët. Për çfarë arsye? Sepse kërkohet çfarë? Njohuritë tua kërkohen. Sa më e ul që jo puna, ma pak kërkohet. E mirë, besimtari agjërushëm për ku anis? Për Firdaus. Allah na bof nasib ya Rabbul Alamin. Për xhenet. A mendojnë ana se në xhenet që aty veç tu shkarravit në flet kena me shkua? Ta ka dhënë testin, edhe ti veç shkarravit aty. Ku të mundesh e shkruani diçka, kur të kujtohet e shkruani diçka. Edhe këtë test e ban bazë tekave, jo me ilm. A mendojnë se kalon testi? Jo vallahi. S'kalon testi. Testi kalon veç me ilm. Allahu Gjelle Gjelalu pishtat palqijeve e dërgon me lekun matë madhë qka e ka kryuë, Gjibrailin a.s. Te çdo popull, çdo ka një pejgamber. Te çdo popull ka një pejgamber. Dhe matë mirin për tëre Muhammed a.s. Ja zbret Kur'anin që nuk ka në tokë diçka ma e dishme, ma mbollëk me ilm se sa Kur'ani. Pishtat palqijeve Gjibraili a.s. zbret. A menon se na pas kitë kësaj zbritje tim të shkarravit në fletat jetës tane, kime ka përci testina? Jo. Andaj përgaditu me ilm, përgaditu jeta ka ilmin e vetë. Andaj Allahu Gjelle Gjelle kër e zbriti Ademin a.s. prej gjenetit, qka i tha? Fe imma je'tijennekum minni huden, do t'ju ven udhëzimi jem tokë, qysh me kalu tokën tash. Si me kalu në tokë, tha Allahu, do t'ju ven ilmi, do t'ju zbes ilm. Ta qojë në ti një pengamber, ta qojë një ilm. Andaj, kjo agjërim le të na bën neve pak më të mirë të ndëruar që mërli, pak më me karakter, pak më të moralshëm, pak më mirë në komunikim. Për çfarë arsye? Se agjërushëm jena. Unë buks po ha. E çish vam puna mos me ditë me fol. Unë buks po ha. Çish ka mundsi më rrok me njerëz. Po për çka s'po ha buk? Që nëse ti ujin që Zoti e ka vë element kryesor të mbarvajtjes trupit tan, ti çata s'pe e pi. E si ka mundësi ti qysh pe di me lën ujin kryesor që pa ta me bo me zgat mundesh me dek. Pa ta po ban ti me dije ban, a ban me dije. Me të vetë ti dikush tash për shembull çka sa xhoron. A dhe uj spia, çka i thuti? Po normal që spia as uj. Që kjo nuk pi as uj, a i bje ilmi bje. Zoti na ka thonë, as uj mos me pi. E pse be burr po rrokosh me njerëzi? Pse be po shash? Por dorë fjalë të liga. E tani, një njëri që ujin e kalon, si ka mundësi të shamën mos me lan? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, çka i duhet Allahut një agjërim në të cilin lihet buka dhe uji, rrenas lihet. A kupton efektin? Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, ta shtoj me ilmin, le të mëson besimtari më tepër, le të lexon më tepër, le të ngritet me dije që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Marhaban bi talibil ilm, marhaba, mirë se vjen kërkuesi i ilmit. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ditë për ditëve e pyeti sa prej meseleve dhe i thot pejgamberi alayhis salam, mirë se vjen se e kam prit se ti ke me vet, se ti i interesuar për ilmin. Për këtë arsye gjëja e parë të ndëruar xhamati cila është ta shtoj me ilmin. Njerëzit sot kanë problem me çfarë? Me ilmin i cili zbatohet, ilmi i cili o pasqyre, ilmi i cili të kallzon se tu se ki mirë, drejtoje. Kudo që ti ki të meta ilmi të kallzon të drejtoje. Kjo është e para. E dyta, agjërimi të ndëruar xhamati nuk vjen si vepër rutinore, e pa efekt, e pa kurfar fryti. Jo, agjërimi
është testi. Pak para qatina, krejt janë qëfar? Pak para agjërimit, krejt janë të njeriu relative. Kur njeriu agjëron, çka i bie? Se është i gatuar edhe për gjëra më të vështira. Çush ta kuptojnë këta? Për shembull, na tregon Allahu neve në ngjarjen e Kur'an. Bitë e Israilit, bitë e Jakubit alayhi salatu wassalam. Apo një ditë për ditëve nga tortura e madhe, i thojnë pejgamberit të tyre. I thojnë pejgamberit të tyre: pse na me duru këtë zullum? Pse na me duru këtë shtypje? Lutë Allahun ty na mundsoje na me dal pikë këtij zullumi. Ky pejgamberi thot: çish doni me dal pikë këtij zullumi? Thot: dalmi pikë këtij zullumi. Thuaj Zotit na e bëjni komandant dhe dalmi pikë këtij zullumi, se veç shtyp, veç të ndjek, veç të përsekutum. Edhe çka ju thot ky pejgamberi? Fa hal asaytum min kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Po ama, a jeni të gatshëm ju Allahu me ja uçuni komandant? Çish dilni ju pikë krize? A ka mundsi ju mos me zbatu urdhrin? Ata çka than? Pse na mos me zbatu urdhrin? Mirë, ngjarja është shumë e madhe. Dvim, ja uçon Allahu një komandant, e çon Allahu Talutin. E çon Allahu xhelal Talut. Kur e çon këtë Talutin me luftu me Xhalutin, me një komandant shumë të ashpër të vaktit vet. Si teston Taluti besimtart? Si i teston? Ju më këshira, ai i gatum ti për këtë punë. O leta me fantazue, leta me hien imagjinata, leta me hien dëshirat të labirinteve. Thotë Allahu te bareke ve teala: falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Me shka i ka testu të ndëruar Gjëmarli? Ma agjërim. Thotë Allahu gja: falamma fasala Talutu bil junud. Dullën karshi, dy palët. Taluti me besimtar, Xhaluti nga ana tjetër, dhe ballafaqimi dhe në mesin e tyre pejgamber. Mesin e tyre pejgamber. Cili pejgamber ka dalë ati? Daudi alayhi salatu wassalam. Wa qatala Daudu Xhaluta. Allah thot: dhe e mujti Daudi Xhalutin. Para kësaj, çka i tha Taluti? Shiko çka thot Allahu xhan surën Al-Baqara: falamma fasala Talutu bil junud. Filloi me i rreshtu rreshtat e ushtarëve Taluti. Dhe ju tha: testi i parë i Allahut për juve, cili jo? Testi i parë. Vini re, testi. Jo fantazia. Jo kam qefun e me hinë xhenet. Dush me vërtetue. Duhet me vërtetua, je i gatshëm me hinë xhenetin e Zotit xhelel xhelal. Çka ju tha? Me çka kam ju testu? Inna Allaha mubtaliikum binahar. Tash na ku të kalojna, kena me kalu pranë një lumit. Kush nuk pi ujë, api mua, me mu ka me ardhë. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ai çka pi ujë nuk vjen me mua, dhe ai çka nuk e shijon ujin, ai është i imi. Me çka i testoj? Me agjërim. Lufta e Bedrit tek ngone e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ndodhi? Kur ndodhi? Agjërushëm. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, agjërimi tregon se ti e ki nivelin shumë të nalt. Ti haramot i ke lan, ti halal i ke mri me lan. Atëna ka ndodhur kundërtat. Shikona agjërimin se kena bo. Në agjërimin e kena bo si nivel, domos si nivel fillestar. Realisht agjërimi është si nivel kulmor, si nivel kurore. Pra, une zbat hesab që s'ha kamat, zbat hesab që s'pi raki, as uj s'pi. A kuptoni këtë paralele që ne ka pru Allahu Gjellë Gjellalu? Na jo që s'pi më raki, as uj s'pi më ditën. E si ka mundësi një njeri uj s'pi ditën, haram pi gjatë ditës, pin me lafe, pin me fjallë të liga, e kështë të mërat. Për këtë asyje, agjërimi argumenton se njeriu është gatu hazër për me hinë gjenetin Allahu të bareke ve teala. Kjo është agjërimi të ndëruar xhamarli. Kjo është agjërimi kur njeriu kulmon, lartëson, e ngre vetveten në nivelet kur i thot Allahu xhelel xhelal: o Zot, për tyje rakijen e moti e kumlan, haramin moti e kumlan, po për hatër tan as ujë s'pi. Që kjo është agjërimi. E si ka mundësi agjërushëm me këshirë haram?
Agjërushëm me këshirë filmat degenerum, agjërushëm me këshirë Facebook shka mos. Qish ka mundësi të ndërrojë më li? Çfarë efekti ka kjo agjërim? Për këtë arsye ne agjërojmë rutinor, bëjmë agjërim rutinor dhe s'ka efekt. Bëjmë agjërim rutinor, ende fjalori i tij s'është gdhen. Ala në gjuhën e tij, në ndamarin e tij kalojnë fjalë kliga. Pse? Se agjërimi, domethënë të ndëruar xhamatli. Kthehemi. Me e morë një vend edhe me i qitë shumë uj, edhe me e fërguë. Fërko, uj, edhe kreta si pastrus ndryshëm me i gjujtë ta. Edhe plot vite me e pastruë, edhe në fund me dollë prat i përlim. Qa thoi njerëzit? Ja uj s'ka bo, ja pastrusi s'ka bo, diçka nuk ka regull. Ja kjo shumë e prisht. O ndryshk e keqja në ta, sekët, o ndryshk në ta. E sa Ramazanët ka kam përci tije, sa uj ka hitë e ti në shpirt. Pse s'mujtë një herë me thona diçka? Piqit i Ramazanit mo, e pakta e shamja u hek, dulpi muë. Nëse sa hek, nëse menimi i keq nuk ka hek, ala njerëzi menojnë keq, ala njerëzi menojnë me t'liga, ala njerëzi menojnë me shërë, që do më dhona gjërimi të ajo një rutin, kur që si kalon efekt. Andaj, gjështja e dy cila është se agjërimit gatun hazër për mu bo gjenetli. Ama gjenetlia ka mundësi me dalë për para Zotit me thonë, o Allah s'kum pi uj, këtu do harame i kam, që ish uj s'ki pia harame t'i kije. Që të më thonë ti nuk i të ditë që jetu agjëruhe. E treta, të ndëruar xhamatli, agjërimi argumenton se cilësit të besimtari të mira krejt janë funksion. Krejt janë funksion. Të gjithë ta funksioneve pulla ju punon. Keni pa për shembull pajisjet, telefon, kompjuter, çka do koft, vetur, pajisje, makina. Ajo e ka një shërbim atë disa shërbime. Telefoni çka e përdor ti? A e përdor veç me fol, anta ka qindra aplikacione. Qindra aplikacione ka. Apo? A keni pa njerëz që ju ndodh shpesh? Thotë s'un punon një program, shkon e çon me një herë, të mjesht, thotë. Ti a mundesh mi thonë për shembull, pa ani çe me fol po mujshe. Jo thot më fol muja ma çket programin s'ma çel. Du me e çel. A keni pa për shembull tek erri? Apo kerri këta në rregull. Këta në rregull apo si punon klima. Më një herë shkon verës, shloma klimën. Dimnit shloma se nxemja s'punon. S'punon klima për me nxe. A ja vlen mi thon dikujt na për shembull verës, po apo çka ka lidhje? Çeli xhamat. Jo më thot klima du me punu. E mirë. Kjo pajisja që ka ti e ki dëshirë me të punue 100%, apo çdo sen me të punue në velin e vetë. E mirë, që kjo pajisja që ti e ke ble dhe dëshiron që çdo program në ta më kon nivel, a nuk kon regull që pajisjet tona shpirtrore, trupi jonë, por që mund të e ke po njëri pak me ju prish veshi, pak me ju prish sinit, s'e mirë. Minjarë që ka thot, shkoj të mjeku, dishka s'jam të po mirë. Gjua pak, një nivel i vogël me ju, që nuk e shion ushimin, i zed dikun dhami, që ka thot, vrap të doktori. Pse shkon të doktori? A vetot, po më zed diqka, së më peshijoj diqka, fiti diqka. Minja reagojna. E qështu a reagojna në cilësit e tona. Por që me shku të doktori, e ku që doktori? Feja, në Kur'ani. Mi shku mi thonë hoxhës, edhe dietarit, edhe Kur'anit, edhe Zotit Gjelalu. Po më zed diqka. Si po nervozona, po më dele shabja. Si po më kap një epsh, mi njerë po binta. A nuk o këtë defekta, s'punon diçka të ti. Për këtë asyjë të ndëruar xhamatli, a mas shpejt na shkojnë e ndrejsh na kerrin makina kër si punon klima, mas shpejt shkojnë e ndrejsh na telefoni kër si punon do një aplikacion, apo kër s'na punon neve diçka në shpirt, sa me vite nuk shkojnë me rregulluhe. Me vite shkojnë me rregulluhe. Njeri nuk duron në kuzhinën e vetë shporeti mos mi punu. Me njerë do të mirë, hajde ndreqe. Pse? Ndreqe që s'po punon. Apo? Po mirë me mund është me hangër dhe gjona të ftofta. Jo Gjigimin s'le pa e regulluhe. Sa janë prish gjërat të na, s'funksionon. Shemull, vjen ajeti, s'funksionon. Pse s'funksionon? E dëgjon njeri fjallën e Zotit, s'funksionon. Dëgjon fjallën e pejgamberit alayhis salam, s'funksionon. Pse nuk funksionon Allah? U ka prish pullat aj. Nuk ka efekt aplikacione te aj, nuk kur gjo nuk dhez. Andaj, njeriu nuk është me një aplikacion. Ka shumë prej gjërave që ja ka falë Allahu te bareke ve teala. Shumë cilësi. Agjërimi për çka vjen? Për t'i dhez këtë.
Allah dhe ti agjerushëm, leallekum të të kulm, do shtë ka me të funksionu krejt sistemi i devotshmërisë. Që edhe veshi, zdu haram, siri, zdu haram, është të funksionua. Gjua, s'fol haram, është të funksionua agjerimi. Ta dish se gjdo haram që ka e ban me trupin tanë, gjdo vepër të ligë që ti e ban në Ramazan apo jashtë Ramazani, agjerimi s'ka arrit me t'i shlu programët dhe të punua. Fajtori e ti, s'është fajtor agjerimi, fajtori e ti, se ti nuk i shku me regullu vetën tane. Andaj sa prej gjërave të ligat e na s'kena shku me regulluë. Dhe pastaj ato me kalimin e kohës, dhamit të ndëruar gjëmarli, nëse nuk regullohet me njëherë, fillon edhe merë kelbin e vetë. Gjdo sen, nëse nuk regullohet me njëherë, ajo fillon trupi qëfar? Ajo shesët i nuk po ki efekt, nuk po reagon. Qëfar ban? Fillon adaptohet me qatë smuje. Për këtë asyje, letë reagojmë kundër mëkateve, kundër të këqijave, kundër të ligave, kundër amoralitetit. Pse? Se jemi agjerushëm. Duhet me na funksionu krejt cilësit e tona duhet me na funksionu. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në agjerim në Ramazan, ai ka dobësu cilësit, ai ka shtu cilësit. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur ka arë Ramazani, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam i ka përvesh krah. Kjo është shenjë alamet se ka me bëha dhurim. Dhe qfar? E ka shtrëngu rripin. Qa ka bëha? Ju ka përkushtu Zotit madh te bareke ve teala. Thot Aisha, pejgamberi jon alayhi sallallahu alaihi wasallam ka qenë bamirës tan vitin, ama në Ramazan si era. Si ka mundësi, vini rek sajda, si ka mundësi besimtari me kanë agjerushëm, edhe efekti i dhemshuris për fukaran më smudhes të aj. Si ka mundësi ti e të agjeru, buksi të hangër, edhe me të thamë për shemë, dhe be kish nevoj një fukara, inshallah Zotin imon. Po mirë be tja, si të ndetit, a ja agjerushëm, a la ti dora kur qish nuk hin gjep, kur qish nuk hin. Pra Allah u jo shfar thot, a ti e të agjeru, leallekum të të takun, nashta ti më thu, e kuptova valla se fukaraja pas ka nevoj, e pa është qysha, a s'pedi qysha mes me hangëra, a pedi qysha, e para menoj dikush që tanë vitin së në nëzirë qatë kafshat, as kur vjen iftari, as kur vjen nata, as kur nuk ka agjerushëm. Do më thanë, nëse ti agjerimi nuk ti dhes dhe mshurit për fukarat, nëse ti nuk ti dhe mshurit për familje, nëse nuk ti dhes ti dhe mshurien për me përhap të mirën, qëfar agjerimi është taj? Nëse agjerimi nuk ti dhes ti cilësit, aplikacionet keq ka i kin trup, keq ka i kin shpirt, keq me funksionu ato, keq me funksionu. E na, ka njëherë po mjaftomi, a me mirë si trup që, po kallët, po mirë me po kallët, krejt kallën, apo, a dhe keri prish kallët, po s'do me thonë që hec, a e mundet mu kallë. Andaj, ti pse e qunë sabah, s'do me thonë që ti krejt funksionojnë të ti. Andaj agjerimi të ndëruar gjëmërli vjen, mane men këta, agjerimi vjen me një efekt. Pra me agjerim, me në ingjall krejta efekte tjera. Por shembull, që ta kuptojna, gjatë Ramazanit, a vërejnë se kitë gjërat shtohen shtes, që kjo është efekti, e shlon me punu ma shumë, gjatë jashtë Ramazanit, falmi 5 vakt, s'ka taravi. Pse s'ka taravi? Se nuk janë dhes ketë, nuk punojnë kretë. Allah pse ne ka bo taravijën? Se ju tash i një të gatshëm edhe për këtë punë. I një të gatshëm. Tanë ditë në agjeron, tash me logikë që kishë ra, unë e tanë ditë një me agjerushëm, tash hek më taravijën nuk i be. Pra me logikë kishë ra dhe një vakt me në i hek. Ama agjerimi në Ramazan që ka në banë Allah u gjithatat, jo, të mja ushtuhe. Se tash aplikacioni është shumë të funksionue, shumë funksione ka të ti. Për këtë asyje të ndëruar që mërli, ne agjerueshëm në Ramazan duhet t'i shtojmë cilësit e mira dhe jo mu izolue. Jo me thonë, unë jam të agjeruar. Këni pati sa njerës, mos i falë se në agjerueshëm, mos i falë se shta shkja të uninue. Po jo be, kundër ta është. Ki be tash agjerueshëm, që mu qu këtë shejtant me provoku, kis provoku, që kjo i be agjerueshëm. E jo ki mu provoku më pasull, a u bo, as u bo, si pas ke qitë kripi, pa e qitë krip. Kjo nuk ka agjerim, kjo ka kalu më banalitet. Diri kur në kene me agjerue, ndërko që cilësit e mira nuk shtohen të na. Kjo është të ndëruar gjëmi që duhet ta kuptojna. Tjetra, e katërta, cila është? Ta dim, kemi vetë kontrol për mrena, a është duke ndiku të na islami apo jo. Nëse në Ramazan nuk e ndin islamin e Zotit, imanin,
ihsanin, bamirësien, ta di se jashtë Ramazanit kur s'ki me nije. Do gjone një shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të regon Handale. Një ditë për ditëve del nga mezhlisi pejgamberit sallam dhe rrugës e takon Ebu Bakr Sidikun radhiyallahu anhu dhe i thot: nafaqa Handale. Thot une për veti hipokrit jam. Shiko, hipokrit jam. I thot Ebu Bakr Sidiku: çka të ka shti me thonë vetës hipokrit? Hipokrita fjallë e madhe, munafik. Ka thonë, çka të ka shti vetës mi thonë munafik? Ka thonë, o Ebu Bekër, shkojnë atë pejgamberi selam, vlon imani, e shoh ahiretin parasinve, e shoh xhenem parasinve. Si dal për ati, nuk jam i njëjti. S'jam i njëjti, kjo i bën një fakt, kjo i bën hipokrizi. Shiko, për një dallim. Handale e ka pas gajlën e munafiklëkit vet. Na të mjeruarit e kena kanë sikletin e munafikave qërë. Qaj filani munafik kide mek kjo në përmbysje, kjo në kitë mbrapsh mi po pun. Handale ka pas gajlën e vet, gajlën e sikletit shpirtit vet. Mi po shiko këtë gjithë këtë vet kontrol e ka, këtë vet dijet lartë e ka. Qka tha Abu Bekër, na kur po jena me pejgamberin selam, kur po na folaj, gjeneti po mdel për para, gjenemi pesha për para, edhe po mrin imanin nalt. Kur po dal jashtë po ndrona. Kjo nuk i beni fakt. Ebu Bekri ka thanë, si tjetë qështu munafik lëki, edhe unë jam qështu. Po si tjetë qështu munafik, mu pas kona shkejksh mi thanë, valla fol për vejti se unë valla. Qka mi thanë, ti hajde kalzëm tash, ti qishenin vetën. Ti një qishenin vetën. Mirë po Ebu Bekri ishte i meqëm. Tha, qkojmë të regulojmë këtë punë të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Qika, e ka pas të prej me referencen. Shkojmë të doktori, shkojmë të eksperti, shkojmë të ajt i cili e shëron këtë punë dakik. Tha shkojmë të pejgamberi sa më dhe vetin. E more Ebu Handale dhe shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe i tha, ja Rasulullah, kështu Handale e nin munafik vetën. Tha pse o Handale? Tha ja Rasulullah, kur jam me ti vallahi më duket se xhenetin jam të pa. Me hip imanin i lartësi edhe qatë shumë edhe xhenemi më duket se jam të pa. Thom, o Zot, pështon bi xhenemit, zdu kur më ka ti bajt Allahu gjë. Ka thonë, si dal pi këtu, si ti shoh familjen, si ti shkoj te tregtia, hup na ket. Çka i tha pejgamberi selam? Ai tha, gabim që e ki qërtu vetën, zban kështu me hangër vetën. Jo, mirë që e ki hangër vetën. Po të kallëzoj diçka. Çka i tha? O Handale, tha, tja, tankohen do me ne që shi me mua. S'munët ashtu. Pra, efektin e ndejes me mu çka e kije, kjo s'munët me të vazhdu tije vazhdimisht. Apo, çka i tha? Sepse ti me vazhdu në atë situatë dhe në atë lartësi që je me mua, vjen me laçet të zgodorën. Pse të zgodorën? Pra, ti me nejtë në status që është vazhdimisht me pejgamberin selam. Pra, mos me dalë ti njerëzorën tane. Atër mërin si me laçe, se pejgamberi selam flet me laçe. Mirë po shka i tha, sa'aten wa sa'a. Tha një sahat ashtu, një sahat kështu. E mirë të ndëruar gjëmat li, një sahat ashtu, një sahat kështu. Neve na u kanal me një sahat, unë nga tru që ashtu. U ka bloku me një sahat, veç ka gabimi ka me. Ketë nga thojnë apo, një sahat kështu, një sahat ashtu. Në regull, sahabia u kanë një sahat ashtu, një sahat kështu. Pra, her, se vap, gabim, përmirësim. Mirë, na u kanal nga gabim e kanë hek batarien edhe së funksionon mo. Na që shkina me të ndëruar që më të li. Na e ka shlu gibet, e ka hek baterien, së funksionon mo. E ka shlu atit shame, edhe e ka hek baterien, së funksionon mo. Abe agjerimi, namazi, zeqati, haji, umre, i njëti njëris ndryshon hiq. Njëtin karakter, njëtin likësi, njëtin poshtërsi. Kua efekti, kua Kur'anit e ti, kua është ligjeratat e ti, kua është gjumajat e ti, kua Ramazanit e ti. Qka i tha për e mësëram? O Handale, një saat ashtu, një saat ashtu. Nuk ka njësoj të ndëruar gjëmatli tash që i agjerushëm edhe masiftarit. Nuk ka njësoj, apo? Se kur ti qojsh do buk trupit, pak më ndryshë e funksionon. Truni fillon me hije në tjera kahje. Ama qka thojnë ana? Një saat ashtu, një saat ashtu. Ama a mundët dikush vesh me një saat me pas? Vesh me një saat. E kanë gjera i vesh sahatin e vet, edhe nuk shë sahat tjetër. Jo. Andaj Handale shka i tha, ja Rasulullah, a handi fak jo? Andaj të ndëruar që më të li, tash në që jena në Ramazan, a jetë mujtë pi mrejna me e blujt vetën, mi pa gabimet e tua? A e shë vetën ti se shiko, a be kam një ves so pun me shkull,
Shiko handaleja, ka pas siklet. E kam një vez, s'po muj me e shkull, du ta shkulli. Shiko Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an. Thot pejgamberi selam, një ditë për ditëve hini në njërin xhami. Dhe tha çikish që ka hinë xhami, tash se ka kallzu emrin. Ka thonë xhenet li. Edhe në rregull. Nesrit i njëjti njëri. Çikish thash ka të hinë xhami a xhenet li. Tretën herë thot çikish ka të hinë xhami a xhenet li. Abdullah ibn Amri e përcjell. I shon atë njerit pas. Edhe i thot, a ka mundësi, thot, se ka met udhës me nejt me tije 3 dit. E përcjell 3 dit, as nuk falet natës, as kur gjo. Kthemi, çka na intereson neve. Shiko sa shpejt në provokim janë sahabit kur e dëgjojnë që kina xhenet li. Të ndëruar xhamat li, sa hadithin e ki dëgju, sa ajetin e ki dëgju, kush e ban që të punë hin xhenet, s'ka efekt. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, e kam pa një njeri në xhenet. Edhe e pyeta Gjibrailin alayhis salam, o Gjibrail, çikip, me çka ka hije? Me çka ka hije që në xhenet? Shikon na këtë hadith e dëgjojna, efektin kur çisën jashtë. Tha alayhis salam, më tha Gjibraili, o Muhammed alayhis salam, s'ka bota një vepër që ju e zini të madhe. E ka hek borllogin pi udhë. Këtë hadith e keni dëgjuar 100%. Këtë keni dëgjuar. Ama e di ku ka problemi. Se na kur i dëgjojna me hek borllogin xhenet li, jo vetë na qet, na sen tjetër. Me çka ti dash me hi o vëlla? Me çka ti dash me hi ti? Domthon, na kur i dëgjojmë hadithet që kush e ban që të punë hin xhenet, a me çeta, ja bëunë sëngër mund na unë. Po me çka do me hi o vëlla ti? Me asim mrat deshte me hi ti ja. Që tu sun lakona, që tu sun e baj, çat ja unë çesta jo. Po me çka, hajt kallzon me çka? Për këtë arsye, na kur pe dëgjojmë një fjalë pejgamberit alayhis salam, për shembull pejgamberi sa ka thënë hadith që ka thënë Buhariu, kush i beson Allahut dhe ditës kiametit, le të flet mirë ose të ne çuje. A ka efekt kjo të na? Së rriba folë, Allah. Do me thonë nuk ka efekt hadithit ti. Nuk ka efekt hadithi. Sa hadith, pejgamberi sa ka thënë hadith, kush nuk i ka besu Allahut dhe nuk i ka besu ditës kiametit, a i shka kujshia nuk ka rahat pitina. Sa ka kujshi që s'janë rahat pitije e pi muë. A e ki dëgjuti hadithin se ka thonë alayhis salam, si ka besu Allahu dhe ditës kiametit, a i njeri që se le kujshin rahat, se le kujshin rahat. Pra për mësam distancohet, nuk mundët kemi besu Allahu dhe pejgamberit alayhis salam dhe ditës kiametit. A ka efekt e na? E s'ka efekt e na. Ja ze udhën, janë ngushton jetën, janë zin jetën, edhe në funa po besimtar une, po ti vetë shka dush thuj. Ti vetë shka dush thuj. Ti ka mundësi vetën e zë xhenet li. Ama te Allah, ketë muhabet tjetëro, ketë hesab tjetëro. Për këtë arsye të ndëruar xhamat li, le të ketë efekt agjërimit të na, le të funksionojnë këta cilësitë e mira të na, dhe le të zihet frima, dhe të zihet çfarë? Kuveti gjërave të këqija. Për këtë arsye të jesh agjërueshëm dhe të jesh me Ramazan, do më thonë të jesh njeriu të cilit i funksionojnë të gjitha cilësitë e mira. Të gjitha, për çka ta dush e kije? Për fukara e kije, për ndihmë e kije, për fjalë të mira e kije, për qetësi e kije, për edep e kije, për karakter e kije. Që kjo në agjërushëm, për ndryshe barkët kanë me qprasta dhe nuk kanë arrit asnjë efekt. Elusim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, në këtë ditë xumaja e parë e Ramazanit, Allahu t'i ban qabul Ramazanët tona. Allahu t'i ban qabul agjërimet tona. Allahu t'i ban qabul taravitet tona. Allahu na mundson që nga agjërimi të dalim musliman më të mirë, musliman me moral më të mirë, musliman me gjuhë më të mirë, musliman me karakter më të mirë. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Zoti jon Xhelel Xhelalu muslimanët në lindje dhe perëndim, Allahu t'i bekon, Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i mbështet. Elusim Zotin e Madh te bareke wa taala, që Zoti jon Xhelel Xhelalu na mundson që të udhzohemi me Kur'an, të udhzohemi me sunetin dhe traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.